Ne kemi detyrimin të dëshmojmë se jemi gati me gjitha kapacitetet tona. Si kundër e dëgjuan dhe nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, ne kemi marrë masat e nevojshme për të garantuar një sezon të sigurt, të qetë dhe të suksesshëm. Unë dua të ndalem veçanërisht në njësinë policore detare, e cila ka një rol parësor për të garantuar sidomos plazhet e vendit në mënyrë që të mos kemi incidente si në të kaluarën me mjetet lundruese. Kjo strukturë moderne, e ngritur për herë të parë në vitin 2023, sot është kthyer në një nga garancitë më të forta të sigurisë në hapësirën detare të vendit tonë. Nga Velipoja deri në Ksamil, nga brigjet e Adriatikut deri në ujërat e Jonit. Vetëm gjatë vitit 2025, njësia policore detare dhe policia kufitare u kanë ardhur në ndihmë plot 231 qytetarëve dhe 80 mjeteve lundruese në vështirësi në det. Janë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese dhe është ndëshkuar çdo shkelje që rrezikonte sigurinë e pushuesve. Deti është hapësirë lirie dhe argëtimi, por njëkohësisht edhe hapësirë ku ligji duhet të respektohet pa asnjë kompromis. Edhe gjatë këtij viti, gjatë këtij sezoni turistik, njësia policore detare do të jetë aktivisht e pranishme për gjatë gjithë vijës tonë bregdetare. 35 motor ujë, personel i trajnuar, patrullime intensive në të gjithë vijën bregdetare dhe monitorim nga ajri me dron do të jenë në funksion të sigurisë së pushuesve. Po ashtu, përmes teknologjisë dhe lidhjes direkte me sistemin Teams, policia kufitare do të lejojë procedurat për jatet, velierat dhe mjetet e tjera lundruese që vizitojnë vendin tonë, duke ofruar kështu një shërbim më efikas dhe më të shpejtë.
Policia kufitare është kështu fytyra e parë e shtetit shqiptar. Për miliona vizitorë që vizitojnë vendin tonë, është kontakti i parë që krijon përshtypjen e parë dhe të fundit për Shqipërinë. Prandaj, krahas garantimit të sigurisë kufitare, misioni i saj është dhe të ofrojë një shërbim profesional, korrekt dhe dinjitoz për çdo shqiptar dhe të huaj që vinë në vendin tonë, duke reflektuar vlerat e një vendi që aspiron dhe meriton të jetë së shpejti pjesë e familjes evropiane. Ky është modeli i Shqipërisë që po ndërtojmë. Një Shqipëri moderne dhe mikpritëse. Një Shqipëri që plotëson standardet evropiane duke ruajtur vlerat më të mira të saj. Një Shqipëri ku siguria ecën krah për krah me zhvillimin ekonomik dhe atë turistik. Dëshiroj të falenderoj çdo punonjës të policisë shtetit, të gjithëve ju, secilit për jush. Policisë kufitare, njësisë policore detare, për përkushtimin, profesionalizmin dhe sakrificën tuaje. Çdo ditë që ju punoni, çdo orë që ju i shërbeni qytetarëve, është shërbimi më i madh që e bëni vendit, imazhit të tij dhe ekonomisë shqiptare. Prandaj puna juaj nuk matet vetëm me statistika. Puna juaj matet me jetë të shpëtuara, me rendin e garantuar dhe mbi gjitha me besimin dhe perceptimin e një policie që është në krah të qytetarëve kudoherë që ata kanë nevojë. Le të punojmë së bashku që sezoni turistik 2026 të jetë sezoni më i sigurt dhe Shqipëria të zhvillojë akoma më tej numrin e turistëve të cilët vizitojnë vendin tonë, qoftë peisazhet e mrekullueshme malore apo edhe ato detare, kulinarinë e mrekullueshme dhe ta bëjmë këtë në këtë mënyrë një histori suksesi që frymëzon dhe tërheq botën. Shumë faleminderit.